Në këtë gjëndje që është degraduar, Partia Socialiste do të qëndroj gjatë, të përgatitë për një periudhë gjatë opozite. Dakor, po do të kthejmë pak te pista greke, Meçi. Atëre, këtë nervozizëm që po dëgjon ti tani, unë e kam patur para një muaj e gjysmë me zotnin, por ky ishte me Lulzim Bashën atëre. Dhe unë me të njëjtën nervozizëm. Në fakt atëre, unë isha i nervozuar dhe bëja këtë lloj debati. Ju shqetësoj pse Partia Demokratike. Tani çfarë mund të thuash ti njeriu që nuk i pushon goja? Këtyre epiteti populli shqiptar i thon la pa qena. Unë po i them vërtet në zotni. Po. Sepse unë kam drejt në fjalë sa i ndryn. Dhe kur ti ndryn tjetrit në bisedë quhesh la pa qen në fjalorin shqiptar. Thashë të vërtet, nuk ofendova njeri. Prandaj po të them, kur unë debatoja me këtë, një muaj gjysmë përpara, 3 muaj përpara, ky ishte dhe tani edhe njerë do të shpije deri në fund argumentin, do të shpije sepse argumenti ordiner, militantesk, grada zhë, rafsh për tokë, sepse në një studio tjetër, e kam nxjerrë një 5 herë bluff. Po mirë. Derisa kapi flokët, kapi kokën me dorë. Do më pretendonte që s'ka primare, i numrova emrat e primareve. Pretendonte që ka lidhje me një band, i thash ke ngatruar i gërm, s'ka lidhje me atë band. Mençja të dalë keq, të dalë për turp, të tregohet që është ordinar, nuk e ka për herë të parë. Kështu që është mirë pritur. Le të vazhdoj me epitetet të Llapaqenit. Fakti është fakt. Mençja nuk del dot nga niveli i ordinarlikut në cilën e karakterizon. Ruaj me tikën. Atëre, një muaj e gjysmë përpara, 3 muaj përpara, 5 muaj përpara, unë bëja me këtë zotnin këtë lloj debati që bëjmë tani, me këtë energji apo nervozizëm. Atëre me thënë drejtë shqetësimi im i madh dikush ishte, po vinte në pushtet dhe po rrezikonte qeverisjen shefi i tij, që quhet Lulzim Basha. Atëherë unë isha i tmeruar nga Lulzim Basha dhe kisha të njëjtin emocion, kisha të njëjtin dinamik bisede, por atëherë frika ime ishte Lulzim Basha. Ndërsa tani frika ime është që po na vjen magjistari dhe ky magjistar që po vjen në Shqipëri. Dhe kur PD-ja kur njerëzit braktisin fragmente brenda opozitës, ju shqetëson. Quti të rishtë. Ju ka kthy me rroba për tjetër. Këta njerëz, spionëve, ti sistemi, që i futën dhe televiza studentore, që marrin tender arindërtimi, që janë njerëz të përshtirë, të paguar, ordiner, finjat nuk tregojnë mosh, nuk tregojnë seriozitet, tregojnë nivelin e lartë të ordinarlikut. Finjat janë një simase se sa burr legenie. Ju lutem, keni bërë një lumë me akuza spion sistemi. Të lutem, do qetësohemi. Dava ordiner shumë. Të lutem. Kush është nervozist tani? Spion i sistemit je. Kush është të majtës? Kush është spion ordinar? Kush është spioni ordinar? Reklama qetësohet.